11 prej 46 të dyshuarve për tragjedinë e Koçanit, përfundimin e hetimit të prokurorisë pritën prapa grilave. Kështu tregojnë të dhënat nga gjykata themelore e Koçanit në lidhje me pasqyrën aktuale të masave për sigurimin e prezencës për të dyshuarit. Ndërsa vjojnë ankimimet dhe procedura gjyqësore për masat para gjykatës së apelit, nga gjykata theksojnë që pasqyra e numrave mund të ndryshojë nga dita në ditë për shkak të vendimeve eventuale që mund t'i sjellë gjykata e shkallës së dytë në Shtyp. Krahas personave në paraburgim efektiv, 14 të dyshuar janë në arrest shtëpie, ndërsa 20 të tjerë janë në masa të veçanta kujdesi. Vetëm për njërin prej të dyshuarve, prokuroria nuk ka propozuar masa për shkak të gjendjes së tij shëndetësore. Në ndërkohë për 14 zyrtar policor të dyshuar në hetimin e prokurorisë për ndjekjen e krimit të organizuar dhe korrupsionit, momentalisht janë në fuqi masat e kujdesit, edhe pse fillimisht 7 prej tyre përfunduan në paraburgim. Në ndërkohë pas 2 muajsh paraburgim, ish ministri të ekonomisë Kreshnik Bekteshi dhe ish drejtorit për mbrojtje dhe shpëtim Bekim Maksuti, masa e paraburgimit u është zëvendësuar me arrest shtëpie. Paraprakisht, masa e paraburgimit me arrest shtëpie ju zëvendësua dhe 3 krerëve të komunës së Koçanit, Ratko Dimitriovski, Nikolço Iliev dhe Lupço Papazov. Nga paraburgimi doli dhe ministri paresor Shaban Saliu, i cili në vitet 2008-2017 kishte ushtruar detyrën e drejtorit të drejtorisë për mbrojtje dhe shpëtim. Gjykata e apelit më 23 maj kishte hedhur poshtë vendimin në bazë të cilit Saliu më shumë se 1 muaj kishte qëndruar në paraburgim efektiv. Në vend të paraburgimit, apeli ka vendosur që Saliu t'i caktoj vetëm masa kujdesi, respektivisht t'i merret pasaporta dhe të paraqitet në gjykatë. Paraprakisht, ish ministrave të ekonomisë, të cilat janë të dyshuar në hetim, Valon Saracini dhe Bekim Nezirit, ju caktua mas arresti shtëpiak, ndërsa Driton Kuçit mas kujdesi, megjithatë nga gjykata nuk japin detaje nëse u është ndryshuar masa. Detaje nuk jepen edhe për drejtorin për mbrojtje dhe shpëtim Xhevat Selami, i cili së fundmi u shkarkua nga detyra, derisa ishte në arrest shtëpie.